Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua tashmë të ndaloj tek një moment shumë i ndjerë, shumë artistik. Dua të ndaloj tek momenti i Louise Aileyt. Louise Ailey është një artist shumë dimensional, të cilin unë e vlerësoj, e kam vlerësuar dhe do ta vlerësoj gjithmonë, sepse të bërit këtë punën më ka mësuar gjithmonë, domethënë, të shoh anë të veçanta të artistëve që ndoshta të tjerët nuk i shohin. Luizi në tregun shqiptar solli një këngë. Kur të gjithë ne sot protestojmë, kur të gjithë ne sot kërkojmë të drejtën tonë në Shqipëri, domethënë është ngritur e gjithë rinia, pleqtët, fëmijët në këmbë për të drejtën e tyre, për një zonë e cila nuk duhet shitur dhe për të gjitha zonat e tjera apo për të gjitha padrejtësitë që bëhen në atë shtet tashmë jo funksional, Louise Ailey ka protestuar në një farë forme shumë të bukur dhe shumë me dinjitet. Luizi nuk është kthyer një Edi Rameje, ashtu siç po protestohet sot në Shqipëri. Luizi i është kthyer një politike me dekada, një politike të kaluar, të ardhur, të shkuar, të përsëri ardhur, të përsëri kaluar, etj, me këngën Mjaft. Një këngë që realisht është për ta duar trokitur. Kur të gjitha artistët e tjerë nxjerrin projekte muzikore gjigande, nxjerrin projekte muzikore për të mbështetur publikun për ekranin, nxjerrin projekte muzikore për të fasionuar publikun, Louise Ailey nxjerrën projekte muzikore të ndjera me emocion për vendin e tij, për atë dheun e tij, për vendin që i dha gjakun. Louise Ailey punon për vendin e tij. Dhe projekti i radhës që solli Louise Ailey është projekt që i dedikohet pikërisht protestës në Shqipëri. Kjo protest që realisht unë mendoj që duhet merr një rrugtim tjetër dhe këto politikanë që duhet gjithmonë të dëgjojnë zërin shqiptar dhe të mendojnë për të mirën e shqiptarëve të tyre në vendin e tyre. Projekti ka marrë një mbështetje të jashtëzakonshme, domethënë është pritur jashtëzakonisht bukur dhe kjo ishte forma se si Louise Ailey përzjodhi që të proteston dhe të jetë te publiku. Unë sinqerisht e vlerësoj sepse Louise Ailey ka qenë i veçantë dhe ka ditur gjithmonë me veçantinë e tij të bëj publikun për vete. Dua të marr mendimin tuaj për këtë projekt sepse sinqerisht ka qenë një projekt gjigant, domethënë një klip i realizuar në mënyrë të mrekullueshme, projekt që unë në fakt projekte të tilla kam parë Shkurte Fejzën në kohën e këngës së Adem Jasharit, kam parë Leonora Jakupin që nxori këngën e saj kushtuar luftën së Kosovës, një këngë që edhe sot këndohet, por nuk kisha parë artist në ditët e sotme që të jenë kaq atëtar. Unë e përshëndes Luizin dhe i uroj që gjithmonë na sjellën vlera kaq të bukura dhe këngë që kanë mesazhe kaq të forta.